Vaudeis është një prej destinacioneve që gjithnjë dhe më shumë po preferohet nga turistët huaj dhe vizitorët vendas për shkak të bukurive të shumta natyrore, si edhe siteve historike dhe kulturore në gjithë këtë territor. Antonio Pietraj, specialist i turizmit në Bashkinë Vaudeis, tregon se cilat janë pikat që preferojnë më shumë turistët. Një numër shumë i madh turistash që ndjekin itinerarën për lumin e Shalës dhe normalisht ne asaj kemi dhënë prioritet si bashki. Pastaj nuk do të harrojmë se kemi edhe liçenin e Vaudeisit. Vaudesi ka shumë monumente kulturore, shumë kala, shumë kisha të vjetra. Po nisim nga fshati Kukël, ku është kompleksi muzeal, kompleksi Ndremjeda, kishën e fshatin Kaç, që ndodhet rreth 6 km nga qyteti i Vaudeisit, kishën e Shën Palit, Shën Pjetrit në Hajmel, ku zhvillohet dhe Betlehemi i gjallë. Një pjesë e rëndësishme për bukurinë, por dhe historinë e veçantë mban kisha e Shën Meris në Vaudeis. Deja ose Danja, një vend i cili sëndoi rreth shekullit 15 nga princi Lek Zaharia. Leka ishte i dashuar me Irina Dushmanin, vajzën e Lek Dushmanit, princit të Pultit dhe të Zadrimes. Gjatë ceremonisë së dasmës së Mamica Kastriotit, motrës së Gjergj Kastriotit, Lek Dugagjini tentohet t'i afrohet dhe ajo e refuzon atë. Në këtë moment ndodh një përplasje mes njerëzve të Lek Dugagjinit dhe njerëzve të princit të Zadrimes, Lek Zaharia, përplasje e cila sjell viktima të shumta. 2 vite më vonë nga kjo përplasje vritet Lek Zaharia. Faji bie mbi Lek Dugagjinin, ndërsa Irina Dushmani vendos të mos martohet më dhe shkon në një manastir morgeshash në Sardenjat e Italisë. Dhe nga aty lën amanet që të varrosesh në kishën e Shën Meris, aty afër varrit të Lek Zaharis. Forma aktuale e kishës së Shën Meris vjen pas restaurimit të vitit 1810 me një këmbë banore dhe një kryq diellor të vendosur mbi çati, një simbol i lashtë që i shton kishës një ndjenjë mistike mes bukurive të liçenit, arkitekturës së kalave, historisë së kishave dhe kulinarisë së pasur. Vaudeis fton vizitorët që të shijojnë këto destinacione.